Mirë mbroma të bekuar. Mirë mbroma. Zoti është i mirë dhe mirësia e tij vazhdon për jetë. Për këtë jam e sigurt 100%. Për këtë jam 100% e sigurt që Zoti është i mirë dhe që mirësia e tij vazhdon për jetë. Për jetë. Flora, mirë mbroma. Mirësia e Zotit vazhdon për jetë dhe mirësia e Zotit po demonstrohet çdo ditë në jetën tënde. Lavdi Zotit. Mirë mbroma e bekuar. Violeta, moment. Fitore, mirë mbroma. Vera, mirë mbroma. Violeta, mirë mbroma. Ilir, mirë mbroma. Olsa, mirë mbroma. Mirë mbroma të bekuarit e Perëndis. Zoti është i mirë dhe mirësia e tij vazhdon për jetë. Mirë mbroma. Tana, mirë mbroma. Mirë mbroma, mirë se erdhat. Marinela, mirë mbroma, mirë se erdhe. Love Flora, mirë mbroma, mirë se erdhe. Bekime Tana, mirë mbroma të bekuar. Lavdi Zotit për çdo njërin prej jush. Ilir, presim vetëm një lajm. Martesën. Lajm tjetër lere mos e thuaj. Martesën presim. Mirë mbroma, lavdi Zotit të bekuar, mirë mbroma. Nga ju beqarët vetëm këto lajme presim tani. Okay? Amen, po Ilir, po. Volieta, mirë mbroma, mirë se erdhe. Mirë se erdhe të bekuar. Vjolca, mirë mbroma, Bekime. Mirë mbroma. Dilja, mirë mbroma, mirë se erdhe. Aleksandra, mirë mbroma, mirë se erdhe. Mirë se erdhe të bekuar. Iliri thot avash. Por ja Ilir tani nuk I kemi më punë të avash. I kishim avash tani jo me. Tani shpejt. Lavdi Zotit. Lavdi Zotit. Po, amen, Ilir, se pos naftove pasen angelet qefi, si kemi punët me paftuar, me tëftuar. Klara, mirë mbroma, mirë se erdhe. Mirë se erdhe e bekuar. Po, Volieta, çfarë kanë vajzat konkretisht? Çfarë kanë konkretisht vajzat? Për çfarë të lutem konkretisht? Luna, mirë mbroma. Leka, mirë mbroma. Adorela, mirë mbroma. Mirë mbroma të bekuar, mirë se erdhat. Gramos, mirë mbroma. Po, amen, Flora. Amen. Ai pari. Amen. Mirë mbroma të bekuar, mirë se erdhat.
Bajan mirëmbroma, mirë se erdhe. Amen i lirë, lavdi Zotit për ty. Lavdi Zotit. Zoti është i mirë dhe mirësia e tij vazhdon për jetë. Zoti është shumë i mirë. A jemi dakord? A jemi të gjithë dakord që Zoti është shumë i mirë? Mirëmbroma Flamur, lavdi Zotit për ju. Mirëmbroma Ganxhe, mirë se erdhe. Motër Salushe, mirëmbroma, mirë se erdhe. Mirë se erdhe të bekuar. Amen, gjithashtu Flamur. Laura, mirëmbroma, mirë se erdhe. Olsa, në emrin e Jezus Krishtit, çdo shpirt gripi, kolle, infeksioni të largohet tani në emrin e Jezus Krishtit dhe paqja e Perëndis të zbresi tek fëmijët e tu, në emrin e Jezusit. Amen. Flutra mirëmbroma, motra tjetër nuk na shkruajti për çfarë konkretisht të lutemi për vajzat e tua. Voljeta, për çfarë të lutemi për vajzat e tua, konkretisht? Okay. Në emrin e Jezus Krishtit, unë lutem, motër Voljeta, që çdo shpirt turpërimi, çdo shpirt skandali, çdo gjë që i ligu ka nisur kundër teje dhe familjes tënde, të çfuqizohet dhe të largohet tani në emrin e Jezus Krishtit. Në emrin e Jezus Krishtit, unë lutem sot që gjithë favoret e Perëndis të bien mbi vajzën tënde dhe ajo të marrë lirinë. Në emrin e Jezusit. Shpall mbrojtje në emrin e Jezusit, shpall mbrojtje për të, shpall mbrojtje për familjen tënde dhe asnjë frymë turpërimi dhe izolimi mos të ketë sukses. Në emrin e Jezusit. Dhe unë lutem për dy vajzat që janë jashtë, në emrin e Jezusit që ato të mos ndjehen të turpëruara, që ato të mos ndjehen të paditura, që ato të mos ndjehen sikur janë të çnderuara. Në emrin e Jezus Krishtit është vetëm djalli që kërkon që ne të turprohemi nga njerëzit tanë. Në çdo situatë që njerëzit tanë janë, ata janë gjithmonë njerëzit tanë. Edhe nëse kjo motër është për momentin në këtë situatë, asnjë arsye nuk ka që që ju ose ne ose fisi ta nënvlerësojnë, ta dënojnë, ta kryqëzojnë, asnjë arsye, sepse Jezus Krishti është kryqëzuar. Prandaj mos u ndjeni të turpëruar, qëndrojini pranë dhe mbështeteni në ato që ju mund ta mbështesni. Dhe Zoti do të vëri në vend gjithçka. Unë lutem për mbrojtje për të dhe që Zoti t'i japi të gjitha rrugët që ajo të dalë që atje, në emrin e Jezusit. Dhe të dali e vërteta dhe nëse e vërteta është në gabim në anën e vajzës tënde, unë lutem që të i ketë pendim në zemrën e saj, sepse ku ka pendim, Zoti mundet të thyej çdo burg. Zoti mundet të thyej çdo prang atje ku ka pendim. Dhe unë lutem për një zemër të penduar dhe Zoti ta nxjerr në emrin e Jezusit. Unë lutem për të gjithë ata që janë në burg sot, në emrin e Jezus Krishtit. Çdo kush që është sot në burg, fëmia jot, djali jot, vajza jote, burri jot, nusja jote, në emrin e Jezus Krishtit, kushdo burg le të thyen sot në emrin e Jezus Krishtit. Unë deklaroj dalje nga burgu në emrin e Jezusit dhe një zemër të penduar. Në emrin e Jezus Krishtit një zemër të penduar dhe ku ka pendim, menjëherë burgjet hapen. Sepse nëse hapen burgjet shpirtërore, hapen me pa diskutim edhe burgjet fizike. Prandaj në emrin e Jezus Krishtit unë deklaroj pendim në zemrat e tyre, deklaroj që të gjithë të kërkojnë Jezusin, të përulen përpara Jezusit dhe kur është një zemër e përulur përpara Jezusit, Zoti mundet të hapi çdo burg. Zoti e bëri me apostullin Paul dhe Barnaba, Zoti e bëri me Pietrin dhe me Gjonin, Zoti do ta bëj edhe me fëmijët tuaj dhe me njerëzit tuaj, sepse për Zotin s'ka asgjë të pamundur, e vetmja gjë që Zoti kërkon është një zemër të përullur. Prandaj, nëse ju do të më pyesnit, si të lutemi për njerëzit tanë që janë në burg, si të lutem për motrën time, për vllajën tim apo për çdo që ti ke në burg. Gjëja me favori më i madh që ti mund t'i bësh është lutu që fëmia jot ose njeriu që është në burg të përuli zemrën përpara Perëndis. Pra të therrasi Zotin, sepse
nëse e thrasin Zotin, unë po ja u them që në një kohë rekord Zoti do t'i nxjerrë. Sepse Zoti e di, nëse jemi përullur përpara tij, çdo burg tjetër nuk ka asnjë fuqi. Prandaj lutuni për ta, lutuni për zbutjen e zemrës dhe që të kërkojnë Zotin. Ky është favori më i madh që ti mund t'i bësh një njeriu që është në burg. Të lutesh që ai të pendohet dhe të kërkoj Zotin me gjithë zemër. Sepse unë jam e sigurt, ne kemi pasur kaq shumë dëshmi. Unë do t'ju tregoj dëshminë e një burri që ishte dënuar me burgim të përjetshëm. Dhe në të vërtetë ai nuk është se kishte bërë ndonjë faj aq të madh sa për të dënuar me burg të përjetshëm. E megjithatë e kishin dënuar me burgim të përjetshëm. Dhe atje në burg ai njohu Krishtin. Dikush vinte dhe predikonte Jezus Krishtin në përburgje. Dhe ai e mori Jezusin si Zot, ai i dha zemrën Jezusit. Dhe të dashur, doli diçka në provat që ishin dhënë, doli që ky nuk kishte qenë pjesëmarrës në një vend ku ky akuzohej më shumë. Dhe në një kohë rekord Zoti e ka nxjerrë. Ne kemi prap një vllajin ton në besim që është në kisha jonë, është pjesëtar i kishës tonë. Edhe ai ka qenë në burg në Greqi i dënuar për shumë kohë që duhet të rrinte sepse ai ishte marrë me gjëra, shiste gjëra jo të mira dhe të dashur, ai po në burg i dha zemrën Zotit dhe atë që Zoti bëri, ai dha me të vërtet shpirtin Zotit dhe Zoti e ka nxjerr nga burgu. E nxori nga burgu, sot është i martuar, ka fëmijë, është i bekuar dhe çelësi ishte dhenja e zemrës Krishtit. Ne kemi prap një vëlla që ishte në burg në Angli. Motra e tij ka kërkuar lutje tek ne. Dhe ajo që ne u lutëm është Zot pendoje në zemrën e tij. Çoje në pendim. Pra sepse ata i kishin thënë që të paktën duhet të rri 30 brenda. Dhe ne jemi lutur pendim në zemrën e tij, që ai të kërkojë Zotin me gjithë zemër. Dhe Zoti bëri që ai ndeti 5 muaj derisa ai me të vërtetë u përul përpara Zotit. Derisa ai me të vërtetë kërkovi Jezus Krishtin. Dhe e dini çfarë ndodhi 2 javë më vonë? Ai doli nga burgu dhe e kthyen në Shqipëri. Sot është i fejuar dhe jeton në Shqipëri. Dhe unë e pash që motra e tij është këtu live tani. Pra, e shikoni se si Zoti ndryshon. Zoti transformon situatat kur ne transformojmë qëndrimin e zemrave tona. Pra, lutuni nëse i keni në përburgje, lutuni të pendohen për atë që kanë bërë. Nëse një njeri që ka marr substanca jo të mira në trupin e tij, apo është marrë me e ka fituar lekun me mënyra jo të ndershme, nëse ai del pa u penduar në zemrën e tij, ai do të bëj përsëri të njëjtën gjë. Ai do të vazhdoj përsëri të njëjtën gjë. Pra, nuk ja vlen që të dali e të vazhdoj përsëri të njëjtën gjë. Pra, motrat e mia dhe vëllezërit e mi, ajo që ti mund të ndihmosh një njeri që është në burg, që është futur për diçka, nuk është Zot nxirre nga burgu, sepse ai do bëjë të njëjtën gjë dhe dënimi do të jetë më i madh pastaj. Por lutuni të pendohen dhe të kërkojnë Zotin me gjithë zemër. Nëse e kërkojnë Zotin me gjithë zemër, Zoti nuk e ka fare problem ti nxjerrë nga burgu. Sepse asnjë burg nuk mban një zemër të penduar. Asnjë burg nuk mban një njeri të penduar. Unë njoh personalisht përsëri një vajzë e cila u dënua, ishte pjesë e një bande në Greqi dhe ajo u dënua shumë vite dhe e dini çfarë, Zoti foli në zemrën e saj dhe ajo u pendua me gjithë zemër. E dini çfarë ndodhi? Burgu i saj u shkurtua dhe qeveria greke nxori një ligj, nuk e di çfarë ligji nxori dhe ajo ju fal burgu. Pra, ajo bëri vetëm gjysmën sepse atëri dha zemrën Zotit dhe sot është në Angli, ka një jetë të pastër, ka një jetë të bekuar, por së pari duaj të pendohej. Pra, lutuni për ta të pendohen me gjithë zemër. Lutuni për ta të heqin dorë me gjithë zemër nga e kaluara. Dhe Zoti do ta nxjerrë. Tani më vjen përsëri dhe një dëshmi tjetër, një motër që na u lut për burgun, na u lut për një burrin e saj. Burri i saj ishte në burg dhe ajo tha, le të ndodh një mrekulli dhe të dal burri im nga burgu. Dhe të dashur, edhe e vetmja gjë që u lut, këtë që po ju them dhe unë,
pendimi tia dhe heqje dorë nga gjithçkaja që ai bënte. Dhe me të vërtet ai doli nga burgu. Dhe vetëm se ky çifti pati shumë vështirësi në fillim, që sepse ai kishte qenë më duket 5-6 vjet brenda, dhe pati shumë vështirësi në fillim që ta pranonin edhe njëri tjetrin, sepse ishte krijuar një hendek i madh në martesën e tyre. Por çdo gjë është e mundur për Zotin. Edhe martesa u rregullua pastaj e të gjitha, dhe për Zotin s'ka asgjë të pamundur. Motra dhe vëllezërit e mi, Zoti jon nuk është një Zot i pafuqishëm. Zoti jon mundi vdekjen. Zoti jon u ringjall nga vdekja, motra ime dhe vllai im. Zoti jon nuk është një statuj, nuk është një Zot i vdekur, nuk është një që është varrosur dhe i ka kockat aty, nuk është një i shenjtë gjoja që e bëjnë njerëzit dhe vjen ju luten të vdekurve në përvarre, nuk është as një figurë njerëzore, nuk është as një paps apo as një i shenjtë, por është Jezusi, është Zoti vet. Ai është Zoti vet që e mundi vdekjen. Dhe ky Zot që e mundi vdekjen, a mundet të mos hapi burgjet e tua? A mundet të mos të thot ty, çau Lazar dhe dil nga varri? A mundet të mos thot, largoje gurin që mbulon të vdekurin? E dini ju, shumë prej nesh, shumë janë të vdekur në jetën e tyre. Familja e tyre është e vdekur, financat janë të vdekura, gëzimi për jetën është i vdekur, dhe janë si Lazari, të lidhur me ato fashat. Lazari ishte një mik i Jezusit, i cili vdiq dhe e varrosën. Dhe më përpara e varrosnin një të varrosur, e mblithnin me shumë shami, me shumë fasho dhe e fusnin në një guf. Dhe kështu ishte Lazari, i vdekur 3 ditë. Dhe ndoshta dhe ti je i vdekur në shumë aspekte të jetës tënde. Ndoshta Lazari kishte vetëm 3 ditë, kurse ty ndoshta ke muaj që vdekur në ndjenjat e tua. Ndoshta ke tër jetën që financat e tua kanë vdekur dhe ti je vetëm në varfëri. Ndoshta martesa jote ka vite që ka vdekur dhe thjesht ti jeton me burrin tënd, po si motre vlla jo me një marrëdhënie siç është burri dhe gruaja. Dhe të dashur, unë dua të them ty sot, sado kohë ka që ka shfutur shpirti vdekjes në familjen tënde, në jetën tënde, tek fëmijët e tu, unë dua të them ty sot, Krishti rron, Krishti e mundi vdekjen, Zoti jot u ringjall. Edhe vetëm se Jezusi i ringjall është demonstrimi dhe fuqia e fortë e Perëndis që Zoti është Zoti i vdekjes dhe jetës. Dhe Zoti tha, hiqeni gurin Lazarit, hiqeni gurin. Dhe njerëzit u ankuan, e motra u ankua, tha lëre mor Zot, tha se ai mban erë, ai ka 3 ditë që ka vdekur dhe mban erë. Por Zoti tha, hiqe gurin, dhe e hoqën, dhe Lazari doli jashtë dhe i shqevi ato fasho dhe erdhi në jetë. Dëgjoj mua, ndoshta i ligu të thotë që kjo situatë që ti je nuk ka shpresë. Ti ke kaq shumë vite në këtë situatë, ti ke kaq shumë vite me këtë martesë, ti ke kaq shumë vite në këtë varfëri. Ndoshta i ligu thot si Marta, si motra e Lazarit, lere Zot se mban erë, ai mban erë. Por Zoti Jezus nuk u tëroq mbrapa. Ai tha, hiqeni gurin. Dhe unë dua të them ty sot që Zoti ynë i madhërisëm ka fuqin të heqi gurët e jetës tënde. Ka fuqin të heqi magjin dhe mallkimet në jetën tënde. Ka fuqin të shkatërroj gjithçka që e ka izoluar jetën tënde dhe të therras në jetë, sepse Zoti Jezus është Zoti i jetës dhe i vdekjes. Haleluja. Fjala thot, të dashur motra dhe vëllezër, fjala thot tek Mateu 25:51. Jezusi dha shpirt dhe ai vdiq. Dhe fjala thot, motra ime, dhe veli i tempullit u ça në dysh. Ndoshta se ke lexuar asnjëherë këtë detaj. Ndoshta nuk e ke dëgjuar asnjëherë këtë detaj. Unë dua të them sot një detaj kaq shumë sekret në Bibël, kaq shumë sekret në fjalën e Perëndis, që ti të kuptosh që është Zoti që ka ardhur tek ty. Dhe fjala thot, hapin çik veshët, bëjnë çik veshët kështu. Opa, ajta themun, që thot dhe veli u ça nga lart poshtë. Motra ime, vlla im, a e dëgjove? Veli u ça, nuk u ça nga poshtë lart, sepse nuk e hapi njeriu rrugën e bashkimit.
Nuk u ca nga poshtë deri lart, edhe ne njerëzit të mburreshim e të thjesht thoshim ne e moje pajtuam Perëndin. Po sa gjërat mira kam bërë unë, po sa mirë jam kreur, jam rregulluar, edhe Zoti diskutoi që s'do mlinte jashtë derës, moj po lihem unë jashtë derës. Po jo, po Zoti s'më le mua jashtë derës. Po unë e jap të 10-ën sa herë, moj diskutohet që Zoti do më merrte lart. Diskutohet që unë i kam merituar. Por jo motra ime jo, veli nuk u ca nga poshtë lart. Por fjala thot dhe veli u qa nga lart, thuaje, poshtë. Pra u qa nga lart, poshtë. Çfarë do të thot ky sekret i madh? Që Zoti deshi dhe e qavi barrierën që ishte ndërmjet nesh dhe Perëndis. Dhe ai e qau nga lart poshtë. Shpëtimi erdhi prej Perëndis. Shpëtimi erdhi prej Krishtit. Ai e qavi velin nga lart poshtë. Prandaj as një merit njerëzore nuk ka këtu fuqi, as një merit njerëzore nuk ka këtu autoritet, as një merit njerëzore nuk mund të mburre të grej gjoksin si që kemi ne raca njerëzore të mburremi, të na luftojnë, të dëgjojmë fjalë të mirë. Zoti nuk na le këtu. S'ka vend për krenari, s'ka vend për mburrje, sepse Zoti e qau vet velin nga lart poshtë dhe na bashkoi me veten e ti, na pajtoj me veten e ti, dhe ai nisi birin e ti të vetëm lindur që veli ndarës të qajt. Haleluja! Shumë njerëz nuk e kuptojnë çfarë është veli ndarës, çfarë është ky vel ndarës. Unë dua të çoj ty sot tek veli ndarës, sepse edhe një herë unë e thash dhe dua ta them edhe një herë që ju ta kuptoni. Sepse vetëm duke i kuptuar sekretet shpirtërore, ju rriteni dhe dini si të luftoni. Ka ardhur koha, jo, e dini çfarë? Në këto periudhë që kam qenë në Shqipëri, jam lutur shumë për bebe, sepse bebe që nuk shumë që ishin një vjeç e 3 muajsh, një vjeç e 4 muajsh, dhe ju pëlqente më shumë të zvarriteshin se sa ti forconin këmbët dhe të ecnin. Dhe e di çfarë më erdhi si fjalë, dua të them ashtu siç thash për ato bebe, është koha e forcimit të muskujve, është koha e ngritjes në këmbë, është koha e fillimit të jetës dhe ti të ecësh i fort, dhe kështu është edhe në botën shpirtërore. Shumë të krishterë zvarriten, por e di çfarë? Ka ardhur koha të çoheni në këmbë, ka ardhur koha të forconi muskujt shpirtëror dhe të mësoni që Zoti Jezus është Zot mbi gjithçka dhe ai e çau perden nga lart poshtë. Çfarë do të thot kjo që e çau perden nga lart poshtë? Të dashur, nëse do të shikojmë edhe një herë tempullin, unë dua ta sqaroj edhe një herë sot që ju ta kuptoni. Nëse do të shikosh edhe një herë si ishte ndërtuar tempulli, ishte vend i shenjtë, ishte një perde, ishte vendi shumë i shenjtë. Pra, të dashur, kështu janë 3 qiej. Është qielli, atmosfera ku ne jetojmë, ku ne ushqehemi, ku ne kemi gjithçka. Dhe është qielli i dytë ku janë principatat e Satanit. Ku i gjej unë këto që po them? Pra edhe një herë, është qielli i parë, atmosfera ku gjithçka na shërben edhe ne, ku ne marrim ajër, ku ne ajri ndihmon gjithçka që ne ham, pim, prodhohet dhe konsumon ajrin. Është qielli i dytë, pra këtu jetojnë principatat e Satanit. Shumë njerëz, edhe shumë të krishterë, nuk e din që të dashur që Satani nuk është në ferr. Shumë njerëz mendojnë që Satani është në ferr. E vërteta, nëse do të shikojmë në Bibël, ne e shikojmë që Satani nuk është në ferr. Në ardhjen e dytë, Jezus Krishti e përza komplet nga territori qiellor, ai u largua nga presenca e Perëndis kur Jezus u ringjall. Por ai ka sunduar territorin e dytë, qiellin e dytë. Dhe që ta dini, në Bibël është shkruar që janë vetëm 3 qiej. Pra, Bibla flet për 3 qiej. Nuk janë 7 qiej, por janë vetëm 3. Pse? Sepse kështu është ndërtuar dhe tempulli. Prandaj të dashur, në principatën e dytë jetojnë forcat demonike. Dhe fjala thot tek Efesianët 6:12. Pali thot se beteja jon nuk është kundër mishit të njerëzve, por kundër fuqive të liga shpirtërore në vendet qiellore. Pra e dëgjon,
Edhe njerën po të them që apostulli Paul shkruan që ne nuk e kemi atë në luftën me njerëzit. Ne nuk e kemi luftën me njerëzit që na shajnë, na ofendojnë, jo. Ti duhet të dish që lufta jonë është ndërmjet principatave në qiellin e dytë. Çfarë bën qielli i dytë? Ai izolon, pra bëhet një perdhe e mbyllur që nuk depërton fjala jonë tek Perëndia. Pra ne jemi të ndarë nga Perëndia. Dhe kur Jezusi erdhi, apostulli Paul thot për qiellin e tretë tek 2 Korintasve 12:2. Ai tha që ai shkoi tek vendi ku ndodhej Perëndia në qiellin e tretë dhe që nuk mund t'i tregoj tani për tani ato që ai pa dhe dëgjovi. Pra apostulli Paul e shkruan që janë 3 qiell dhe në qiellin e tretë jeton Perëndia. Pra të dashur, në qiellin e dytë, forcat demonike për shkak të mëkatit ka të drejtë të bëj perdhen. Pra perdhja shpirtërore është reale. Okay? Është reale dhe ndan njerëzit nga Zoti. Okay? Çfarë bëri Jezus Krishti? Jezus Krishti me ardhjen në kryq dhe me ringjalljen e tij ja hoqi Satanit të drejtën mbi çdo që beson në Krishtin Jezus. Edhe një sekret që ti duhet të dish, Jezus Krishti nuk ja hoqi Satanit çelsat për ata që nuk besojnë në te. Jezusi i ka të gjitha çelsa. Por këto çelsa Zoti tha, unë ja jap atij që beson në mua. Pra nëse ti thua që pse nuk hapet qielli për të gjithë, sepse Zoti ka një ligj dhe tha që vetëm ata që besojnë në Krishtin Jezus, ata kanë të drejtë të kenë qiellin e hapur dhe që Satani të mos ta bllokoj qiellin ndërmjet nesh dhe Perëndis. Pra, qielli perdhja u ça për ata që besojnë në Krishtin Jezus. Okay? Dhe kështu do të thotë që principata e dytë nëpërmjet ringjalljes së Krishtit Jezus është e demaskuar, e humbi të gjithë fuqinë dhe nuk ka autoritet mbi çdo që beson në Krishtin Jezus. Principatat në vendet qiellore nuk kanë më autoritet. Qielli është i hapur, pra perdhja është e çarë. Pse? Sepse çmimi është paguar me gjakun e Jezus Krishtit. Pra duhej një çmim për të hapur këtë qiell. Duhej një çmim për të çarë këtë perdhe. Dhe ky ishte gjaku i Jezus Krishtit. Dhe jo vetëm kaq, Krishti u ringjall. Ringjallje do të thotë që Zoti e ka autoritetin mbi gjithçka. Nëse Zoti ynë nuk do të ringjallej, gjithë besimi jon do ishte i kot. Nëse Zoti ynë nuk do të ishte ringjallur, atëherë ne do t'i besonim një Zoti që nuk është Zot, sepse nuk e ka fuqinë mbi jetën dhe mbi vdekjen. Por e vërteta është, ne mund të thërrasim kaq fort, Jezusi u ringjall. Haleluja! Ne mund të thërrasim me gjithë fuqinë tonë. Zoti im u ringjall, Jezusi u ringjall. Dhe ringjallja do të thotë ai mundi çdo fuqi të vdekjes që ndante njeriu nga Perëndia. Satani kishte fuqi të mbante shpirtrat e njerëzve në botën e ferrit dhe në Hades. Hades do të thotë në botën e të padukshmëve. Por Zoti Jezus demonstroi që ai është Zoti të dukshmes dhe i të padukshmes. Ai demonstroi që gjithë krijimi i tij, edhe Satani, është i detyruar t'i nënshtrohet atij. Pra, ai ja mori të gjitha çelsat. Pse? Sepse Zoti jon është Zoti i gjallë. Zoti jon e ka pushtetin mbi jetën dhe mbi vdekjen. Haleluja! Prandaj Zoti Jezus u ringjall. Dhe të dashur, gjithçka fillon të shtunën në darkë. Të shtunën në darkë ne e kemi lexuar dhe e tham para 2 ditësh që Jezus Krishti ne tham është paqe, është qetësi të shtunën. Por të dashur, a ishte vërtet qetësi? A ishte vërtet qetësi? Po vërtet për botën mishërore ishte qetësi, apostujt e tij ishin akoma me atë çfarë do bëhet, si do jetë. Por në botën shpirtërore, Zoti punonte. Në botën shpirtërore, Zoti shkoi dhe u predikoi të vdekurve. Pra, disa të krishterë thonë që jo, Zoti nuk ju predikoi të vdekurve dhe Zoti kur vdiq
thjesht është një shtun qetësie, një shtun absolute vajtimi, sepse Zoti është i vdekur. Por çfarë thot Bibla? Çfarë thot Bibla, motra ime? Çfarë thot Bibla, vlla im? Bibla thot, ai shkoi dhe u predikoi shpirtrave që ishin në burg. 1 Pjetri 3:19. Pra Zoti Jezus nuk vdiq edhe ishte qetësi, po për botën mishërore, po për botën shpirtërore. Fjala thot që pikërisht ato ditë që ai ishte i në varr, ai shkoi dhe u predikoi shpirtrave që ishin në burg. Pra të gjithë të vdekurit që kishin vdekur në Perëndin, ata njerëz të mirë që kishin bërë vepra të mira, që i kishin dashur Zotin, por nuk mund të ishin në parajs. Dhe Jezus Krishti, kur ne nuk e shikonim, shpirti i tij predikoi në burg. Pra të dashur, fjala thot 1 Pjetri 3:19, dhe jo vetëm këtu, për të gjithë ju skeptikët, jo vetëm këtu, ja se ku thot, tek 1 Pjetri 4:6, thot sepse edhe të vdekurve ju është predikuar ungjilli, që të gjykohen sipas njerëzve në mish, por të jetojnë sipas Perëndis në shpirt. Pra Zoti kishte vendosur që ai do t'u predikonte, që dhe ata të gjykohen në shpirt. Nëse nuk e pranonin Zotin, atëherë gjykimi do të vazhdonte. Okej, por Zoti ja u dha edhe atyre mundësinë që të njihnin Jezus Krishtin. Pra të dashur, dhe të shtunën të dielën në mëngjes erdhi fitoria. Por Zoti nuk harron asnjë. Nëse ti mendon se Zoti harron, nëse ti mendon se Zoti nuk e ka fuqinë, nëse ti mendon se Zoti është i limituar, atëherë dua të them sot që ti beson një gënjeshtër, sepse Zoti Jezus është Zoti i jetës dhe i vdekjes. Ai u çua, ai u ringjall të dielën, dhe të dashur, kur shkuan 2 gradë dhe pan, varri ishte bosh. Dhe pati kaq shumë dëshmi që e pan Jezusin, ai e hengri, ai piu, ai ishte i gjallë, dhe jo vetëm shpirt, sepse shumë njerëz thonë dhe e mbulojnë krishtërimin duke thënë që Jezusi po jeton në shpirt. Nuk është e vërtet, është gënjeshtër, sepse Zoti Jezus u ngrit me trupin dhe me shpirtin, sepse ai i tregovi Filipit vrimat në duart e tij, vrimat në këmbët e tij. Zoti Jezus u ngrit i plot. Edhe njerë, Zoti Jezus u ngrit i plot, jo vetëm si shpirt. Dhe nuk është e vërtet që Zoti Jezus u ngrit vetëm si shpirt. Jo, për nëse do të lexosh Biblën, ti do të shikosh që Jezus Krishti hengri. Ai hengri me apostujt e tij, ai i tregovi gishtat, pra do të thotë që Jezusi ka fuqi, motra ime dhe vlla im, e ka fuqin mbi botën shpirtërore dhe mbi atë mishërore. Ja! Haleluja! Ai e ka fuqin dhe mbi vdekjen dhe mbi jetën. Zoti Jezus nuk u ngjall vetëm në shpirt, por u ngjall në shpirt dhe në trup. Kjo do të thotë që ai sundon mbi mishëroren dhe shpirtëroren. Wow, lavdia i qoftë Zotit. Dhe ku ta verifikoj unë ty këtë? Tek ringjallja e Jezus Krishtit, ai u ngrit me çelësat e jetës dhe të vdekjes, ai u ngrit me çelësat e gjithë shkaje. Dhe ai thot tek Zbulesa 1:17-18, unë jam i pari dhe i fundit. Unë jam i gjalli, thot Zoti. Çfarë thot Zoti? Ai nuk thot unë jam i vdekuri. Jo, ai thot unë jam i gjalli, amen. Isha i vdekur, por jam i gjallë në përjetësi, dhe i kam çelësat e vdekjes dhe të Hadesit. Pra, Zoti thot unë i kam çelësat e vdekjes dhe të gjithë botës të padukshmes. Haleluja, pra ai është Zoti i gjithë shkaje. Gjithë çelësat janë dorëzuar në duart e Krishtit. Pra, të dashur, Jezus Krishti u ringjall, dhe kjo tregon që ai nuk është një mësues. Nuk ishte vetëm një mësues, sepse ai ishte një mësues. Nuk ishte vetëm një profet, sepse ai ishte dhe një profet. Nuk ishte vetëm një shërues, sepse ai ishte dhe një shërues. Nuk ishte vetëm një njeri i fortë dhe i fuqishëm në fjalë, por ai ishte edhe nga këto. Por mbi të gjitha, ai ishte Zoti. Mbi gjithë shka, ai ishte Zoti. Dhe askush nuk mund ta
fokusoj Zotin duke thënë, a ishte vetëm një profet, a ishte vetëm një shërues, a ishte vetëm një mësues i fjalës, e të tjera, e të tjera. Jo, Zoti Jezus ishte dhe është Zoti. Dhe në çdo situatë, a i ka përdor atë që Zoti përdor. Kur janë të sëmur, a i shëron. Kur janë të demonizuar, a i çliron. Kur janë në sklavëri, a i çliron. Kur janë të mbyllur, ja u hap burgjet, sepse ai është Zoti. Por asnjë nga ne nuk mund ta mbylli Zotin duke thënë, është një profet, është një shërues, apo është një njeri i mirë. Mbi të gjitha, ai është Zoti. Ai është Zoti. Haleluja! Ai është Zoti dhe ne nuk mund të marrim një karakter të tij dhe ta mbyllim Zotin në një pjesë të karakterit. Ai është Zoti që sundon mbi jetën dhe mbi vdekjen. Zoti u ringjall. Jezus Krishti u ringjall. Edhe njërën dua të them, Jezus Krishti u ringjall. Jezus Krishti është një Zot i gjallë, veprues dhe i fuqishëm dhe që ka gjithë autoritetin në dorë. Gjithë autoritetin. Të gjithë çelësat i ka Zoti jon. Të gjitha çelësat. Dhe unë dua të them që Zoti Jezus e çarmatosi Satanin. Satani është vetëm një gënjeshtar, vetëm një tundues, por ai nuk ka asnjë fuqi. Ai është një gjarë për pa kokë. Ai mund të godasi me bishtin e tij, por nuk ka kokë. Kuptoj këta që Jezus Krishti ja shtypi kokën në kryq. Dhe me ringjalljen i hoqi çdo autoritet që ai kishte në principatat qiellore. Dhe i vetmi autoritet që i ka ngelur është gënjeshtra dhe tundimi. Dhe si tundon? Nëpërmjet gënjeshtrës. Fjala thot që ai është babai ati i gënjeshtrës dhe vrasës nga fillimi. Pra, ai gënjen që të vras. Por ai nuk mund të vras nëse ti nuk gënjesh. Pra, gjithçka fillon me një gënjeshtër. Dhe nëse do të futesha një cik fare në këtë cepin këtu, do të thosha, çfarë situate je tani? Keti frikë? Ndjehesh i pasigurt? Ndjehesh i padashur? Ndjehesh i mohuar? Ndjehesh që asnjë s'të vlerëson? Ndjehesh që asgjë s'të ecën? Unë të them, dëgjoj mua. Shikoje, rrenja e të gjithave është beson një gënjeshtër. Beson ti je duke besuar një gënjeshtër. Futuni në mendjet tuaja, kërkojini Zotit njohuri dhe kuptoni që ju jeni duke besuar një gënjeshtër. Që djalli ja ka mbjell, ti e ke marrë dhe tashmë ka manipuluar gjithë ndjenjat e tua. Sepse djalli është një gënjeshtar dhe ai nuk ka asnjë fuqi tjetër përveç gënjeshtrës. Prandaj, shiko sepse ke një gënjeshtër, sepse djalli nuk ka asnjë autoritet tjetër. E dini ju çfarë Jezusi bëri pas ringjalljes? Ai e çarmatosi atë. Shikojeni te Kolosianët 2:15. Është shkruar ai i çarmatosi principatat dhe pushtetet e Satanit dhe i bëri një spektakël të madh duke triumfuar mbi to në kryq. Pra Zoti Jezus e demaskoi çdo fuqi të Satanit. Si e demaskoi? Nëpërmjet kryqëzimit të tij. Dhe kur u ringjall, ai kishte të drejtë të merrte të gjitha çelësat. Pra i mori, ai u ngrit me çelësat e jetës dhe të vdekjes dhe të Hadesit. Haleluja. Hades do të thot gjithçka në botën shpirtërore. Sundohet nga Jezus Krishti. Amen. Dhe shikojeni një çik që djalli tani nuk ka asnjë të drejtë as akuzuese. Se ti do të kthehesh tek Jobi, shumë njerëz kanë frikë nga historia e Jobit. Shumë njerëz tmerrohen kur duhet të lexojnë Jobin. E di pse? Unë të kuptoj shumë mirë që ti ke frikë. E di pse? Sepse aty ti e shikon që Jobi pa ditet nga djalli përpara Perëndis dhe Zoti i thot, "Okej, vazhdo." Edhe shumë të krishterë ndihen kështu, mos Zoti më dorëzon mua tek i ligu, edhe mos ndoshta si Jobi. Unë dua të them ty, motra ime dhe vllai im,
djalli nuk është më në prezencën e Perëndis. Djalli nuk është më. Okej? Jezusi ja hoqi çdo të drejtë për të qëndruar ai përpara Perëndis. Ai nuk ka më asnjë të drejtë ta na akuzojë ne. Asnjë të drejtë. E drejta e tij për të na akuzuar ne nuk qëndron më, sepse Satani nuk është në prezencën e Zotit. Kuptoj motra ime, kuptoj vlla im, sepse Satani nuk është më në prezencën e Zotit, sepse Jezus Krishti thot fjala e çarmatosi të gjithë pushtetin e tij, të gjithë autoritetin e tij, dhe ja hoqi të drejtën për të na akuzuar ne, duke e hequr nga prezenca e Zotit. Pra ai nuk ka më në prezencën e Zotit. Okej? Jo si Jezusi. Jezusi është në të djathtë të Perëndis. Djalli nuk është më në prezencën e Perëndis. Kuptoje këtë gjë. Dhe Zoti kur nuk të gjykon ty. Zoti kur nuk të dënon ty. Jo i dashur, jo i dashur. Është Satani që të dënon nëpërmjet mendimeve, por Zoti jon, ai thot, kushdo që kërkon falje, është i falur dhe nuk të pa dit kur me. Zoti nuk të thot, shiko se atere e bere kështu, nuk ta fal dot, atere ti e bere këtë gabim. Zoti të ka falur dhe i ka harruar të gjitha. Të gjitha mëkatet e tua, i ka harruar. Ai nuk të dënon ty, dhe Satani nuk ka të drejtë të padis me ty, sepse ai nuk mund të qëndroj me në prezencën e Perëndis. Pra, të dashur, djalli nuk ka më të drejtë, sepse gjaku i Krishtit Jezus është dëshmia që ne jemi të pafajshëm. Okej? Ne jemi të pafajshëm, jemi të drejtësuar. Si jemi të drejtësuar? Nëpërmjet gjakut në kryq. Nëpërmjet atij qengjit që nuk ishte viktim, po ishte ofert nga Perëndia. Ishte ofert, Zoti Jezus e beri ofert jetën e tij. Ai nuk ishte viktim, ai nuk u mor me zor, ai nuk u dënua me zor, ishte procesi i Zotit që do të bëj kështu. Zoti e kishte profetizuar këtë, më përpara se të ndodhte, Jezus Krishti e profetizoi dhe tha biri i njeriut do të merret, do të rrahet, do të goditet dhe do të varroset dhe ditën e tretë do të ringjallet. Është profecia që vetë Zoti e bëri për veten e vet, dhe ai erdhi jo për të qenë një viktim, por ai erdhi dhe dha ofert jetën e tij. Ej! A e kupton? Edhe njerë. Për të gjithë ata që Satani kërkon të ngrej kundër Izraelit, duke thënë ata e vran Zotin, ata e bën Zotin, kini kujdes, sepse fjala e Perëndis thot, i mallkuar është ai që mallkon Izraelin. Kini kujdes. Edhe një gjë unë po të them, që Zoti tha që nëpërmjet Jezus Krishtit, vetëm nëpërmjet Jezus Krishtit, ofrimit jetës tij do të kishte shpëtim. Dhe Jezus Krishti tha që asnjë dëshmi tjetër nuk do t'u jepet, përveç dëshmisë së Jonës. Biri i njeriu do të vdes dhe ditën e tretë do të ringjallet. Dhe u bë ajo që tha. Dhe Jezus Krishti nuk e kryqëzuan me zor. Okej? Ai lejovi të gjitha torturat, ai lejovi të gjitha, sepse ai e dha jetën e tij ofert. Jo viktim, por e dha ofert, si një mbret që paguan çdo çmim për popullin e vet. Dhe Zoti e beri, ofrovi jetën e tij që ne të kemi jetë dhe ta kemi me bollek, të jemi të falur, sepse Zoti Jezus pagoi me gjakun e tij. Dhe gjaku i Jezusit e ka zërin shumë të fuqishëm. Dhe për hir të gjakut të Jezusit ne jemi të falur dhe nuk ka asnjë padi më kundër nesh. Nëse ti e ke marrë Jezus Krishtin si Zot dhe shpëtimtar, nëse ti i ke kërkuar falje Zotit, atëherë ti ke shenjat e Krishtit. Ti je i mbuluar me gjakun e tij dhe djalli nuk ka më asnjë padi kundër teje. Asnjë padi. Haleluja. Pra të dashur, Zoti që kur Jezus Krishti u ringjall, Jezusi bëri që ne ta afrohemi me Perëndin. Dhe ne nuk kemi një Zot të largët, atje në univers që se dim se ku është, por kemi një Zot që ka ardhur të jetoj brenda nesh. Dhe Jezusi tha që Gjoni 14:16,
Unë do t'i lutem Atit dhe ai do t'u jap një ngushëllues dhe ai do t'jetë me ju përgjithmonë. Të dashur, ti nuk je më një i braktisur, ti nuk je më një i lënë mënjan, ti nuk je më një njeri që kërkon mbushje në burri, mbushje në fëmija, mbushje në puna, mbushje në paraja. Jo, ti je tempulli i Perëndis së gjallë. Shpirti i Perëndis vjen dhe jeton në ty. Kur ti kërkon falje dhe gjaku i Krishtit Jezus rrjedh dhe të lanë të shplan ty, atëherë qielli është i hapur dhe shpirti i Perëndis si një sinjal, si një forcë, si një jetë të mbush ty. Dhe ai qëndron i lidhur me ty, si qëndron një navigacion. Ai ke parë, e dini, para shumë vitesh kur unë kam bërë patentën, edhe më ka ardhur navigacioni, e vetmja gjë që unë mendova, sepse gjithmonë mendoja si mundet Zoti të ketë lidhje me 5 miliard njerëz në të njëjtën kohë, me popullin e tij. Dhe ky mendim nuk më linte të qetë. Por e dini çfarë? Një ditë kur Zoti bëri që unë të kisha navigacionin, ma sqarovi mendjen 100%. Sepse vetëm një satelit, motra ime, vetëm një satelit, edhe mban në të njëjtën kohë miliona navigacion. Miliona ata aparatin që ta tregon ku të vesh e ku të vish. Tani kemi në telefona ne, e japim adresën edhe në të njëjtën kohë me telefonin tim. Ose tani, ne jemi të gjithë të lidhur në një telefon që në fund fare ka vetëm një pikë, një satelit që është në qiell. Është vetëm një satelit dhe ne jemi të gjithë të lidhur me një rrezë drite që ne nuk e shikojmë, okay? Me valë që ne nuk i shikojmë, por ato janë reale, sepse ti ke vetëm një valë në telefonin tënd dhe më shikon mua dhe flet me mua. Okay? Vetëm një valë është një fije drite në botën shpirtërore që nuk duket e megjithatë është e gjallë. Ashtu siç ti ke këtë telefon, ti ke mund të shikosh njerëzit, mund të flasësh, megjithëse ti nuk i shikon ato kabujt se si janë të lidhur. Kështu është dhe në botën shpirtërore. Zoti ka atë kabullin e dritës me shpirtin e tij që jeton në ty dhe është i lidhur me ty. Ai jeton, ai ndjen, ai shijon, ai gëzon me ty. Shpirti i tij është në ty. Se Zoti Jezus e çau qiellin dhe të bashkoi me Perëndin. Dhe ti nuk je më një qenie bosh, por ti je një qenie me që mban Zotin brenda. Ti ke duar që prek si Jezusi, ti ke këmbë që ecën si Jezusi, ti ke gojën që flet si Jezusi. Pra të dashur, ti që sot ke qiellin brenda teje. Shumë njerëz thonë kur të vdes do shkojnë në qiell. Për ne të krishterët nuk është kështu. Për ne të krishterët që kur pranojmë Zotin Jezus, ne e kemi qiellin brenda nesh. Haleluja! Haleluja! Ne e kemi qiellin brenda nesh. Që ditën që ne shpëtohemi, që ditën që ne e marrim Jezus Krishtin si Zot dhe shpëtimtar, qielli, Perëndia vjen dhe jeton në ne. Lavdi Zotit, të dashur, të gjithë një ditë do të vdesin. Edhe ai më i suksesshmi, edhe ai më i pasuri, edhe ai që ka 5 makina, edhe unë që mu prish makina dje kam vetëm një makinë të prishur. Të gjithë në fund fare, si ai që ka 10 palë shtëpi, si ai që ka me zi ka një kasole dhe 2 lop. Vdekjes nuk i shpëton asnjë. Të gjithë një ditë do ta lënë trupin. Të gjithë një ditë do ta lënë këtë trup. Edhe më i forti, edhe më i zgjuari, edhe ai që ka gjithë 5 diploma, edhe ai që s'ka asgjë. Edhe ai që ka rroba marke, edhe ai që mezi e ka një bluzë. Të gjithë një ditë do ta lënë trupin dhe askush, asgjë, asnjë nuk i shpëton vdekjes. Dhe unë dua të them ty sot që në Krishtin Jezus ti ke të sigurt të vendin ku do të shkosh pas vdekjes. Fjala nuk bëhet, të dashur, nuk bëhet fjala për të jetuar këtu. Fjala është që jeta vazhdon, gjithçka ka të bëjë me shpirtin. Shpirti nuk vdes
kur. Asnjëherë. Shpirti nuk vdes asnjëherë. Dhe gjithçka ka të bëj ku do të vej shpirti. E dini, sot dëgjova Biblën, Mateun, edhe ishte një paragraf në Bibël ku thuaj, do të ketë luftra, do të ketë urrejtje, do t'ju përndjekin, dhe nuk janë këto kohë. E dini çfarë mendova? Në çdo kohë ka pasur përndjekje. Në çdo kohë ka pasur tërmete, vulkane. Toka ka lëvizur shumë herë. Ka pasur tërmete të tmerrshme në Itali ku burri im dhe djali im shkuan nuk e di si quhet tani ande nga Sicili, Napoli, i vjetër, dhe tha ishin akoma njerëzit siç kishin qenë të mbuluar nga hiri i vulkanit. Pra kanë qenë të tmerrshme. Por e dini çfarë më ngeli në mendje? Kur Zoti shkruajti në fjalën e tij, në kohët e fundit do të ftohet dashuria. E dini ju, nëse do të shikosh në këto kohët e fundit, çfarë po ndodh, çfarë ka ndodhur? Pra, dashuria, i ligu po fton dashurin. Njerëzit janë bërë kaq shumë materialist, kaq shumë në atë unë për mua, dhe asnjë nuk mendon që ka një jetë pas vdekjes. Që një ditë do të përgjigjet për gjithçka. Që shpirti është real. Pra nëse po ta shikosh kështu, duket sikur djalli ja u ka mbushur mendje njerëzve që nuk ka Zot dhe nuk vazhdon jeta pas vdekjes. Unë dua të them ty sot më ateisti që ekziston. Nëse ti thua që unë nuk besoj në asnjë gjë, edhe ti thua që jam më ateist, edhe mua s'më kthen asnjë. Si më tha një motër njerë, unë jam si Enver Hoxha, tha, mua Enveri s'më thevi, edhe jo tha, as këtu tha, veri duart me mua, tha, mua s'më thyen asgjë. Unë as dorën nuk e vura, pa jo u rrëzua në prezencën e Zotit, dhe kur u ngrit tha, ky qenë ka me të vërtet Zoti. Haleluja! Sepse Zoti e rrezon krenarin ton. Haleluja! Pra të dashur motra dhe vëllezër, ti që je më ateisti, ti thua unë nuk besoj sikur ç'të bëhet. Unë dua të them një gjë. Ti mund të thuash unë nuk besoj, ti mund të thuash jam ateist, do t'jap një lajm sot mor vllai im, mor motra ime, ti do vdesësh. Edhe më ateisti do vdesi. Ti thua s'besoj, beson s'beson vdekja të pret. Pra, beson apo nuk beson, ti do vdesësh. Sepse ti thua unë jam ateist, kjo nuk të mbron nga vdekja. Ti thua unë nuk besoj në Zotin, kjo nuk të mbron nga vdekja. Ti prap do të vdesësh. Okej? Pra, ti mund të deklarosh sa të duash që jam ateist, që unë nuk besoj, unë s'ka Zot për mua, po unë dua të them, a i shpëton ti do të vdekjes. A jeti aq ateist, sa të thuash nuk e pranoj vdekjen. Atere do të besoja unë, që ti si ateist, pas ke fuqimor vlla edhe mbi vdekjen, atëherë ma trego që ti nuk do vdesësh. Po nuk vdiqe, atëherë unë besoj që nuk ti fuqia e mos besimit është më e fortë se vdekja. Atëherë do ma mbushje mendjen. Por unë dua të them ty, sado që ti të deklarosh që nuk beson, sado që ti të deklarosh që s'ka Zot, sado të deklarosh që s'ti intereson besimi, feja, unë dua të them që përsëri ti do të vdesësh. Pra, mos besimi nuk të mbron nga vdekja. Vdekja kosit çdo trup njeriu. Në kohën e dur, kur vjen koha, vdekja e kosit çdo trup. Por shpirti ku do vej? Shpirti ku do vej? Të gjithë ne jemi përgjegjës ku do ta çojmë shpirtin ton. Të gjithë ne jemi përgjegjës. Mos u fokusoni të thua, më duhet vetëm kjo jetë, më duhet vetëm kjo jetë. A do marrësh gjë me vete? Asgjë. E vetmja gjë
është shpirti. Dhe shpirti rron. Sa do që ti je fokusuar në këtë tokë, në këtë material, në këto gjëra që ti mban fort, përsëri, kur vdekja vjen, ty të duhet ta lësh. Prandaj, të dashur, unë dua të them që gjejini shpirtin tuaj një vend. Bashkoheni me të gjallin. Bashkoheni me të gjallin shpirtin tuaj. Sepse nëse nuk e bashkoni me të gjallin, me atë që është i gjallë për jetë, Jezus Krishti, atëherë shpirti juaj do të jetë në territorin e vdekjes, në territorin e errësirës, në territorin e sundimit nga i liku. Dhe tmerri fillon pas vdekjes. Nëse do të shikosh në Bibël, Jezusi thot, të gjitha ata që nuk e kanë bashkuar që tani fillin e tyre me fillin e Zotit dhe të bëhen një. Pra, shpirti jon bëhet një me shpirtin e Zotit. Ne ndërthuremi dhe ne e bashkojmë jetën tonë me jetën e Zotit. Dhe ne kemi përjetësin, jetën e përjetshme me Krishtin Jezus. Por për ata që nuk e bashkojnë jetën me Jezusin, nuk bashkojnë me shpirtin e shenjtë, shpirti tyre me shpirtin e shenjtë, dua të them në Bibël është shkruar. Atje do të jetë e qara, e thirrura, tmerri, thatësira, zjarri, shumë njerëz nuk e tregojnë çdo të thot ferr. Po ferrin e përshkruan Bibla si një tmerr pa fund. Ne pam në Siri se sa e sa të krishterë u vran. Në Nigeri, sa e sa të krishterë u vran. Po vriten, po persekutohen, për të vetmen arsye, ju kërkohet thjesht të mohojnë Jezusin. Njerëzit që janë të lidhur me mishin këtu, thonajt se po e mohoj. Por unë dua të them, ata heronj e din çdo të thot të shkosh i ndar nga Perëndia. Ata janë heronj sepse ata zgjodhen të kenë jetën e përjetshme. Të kesh jetën e përjetshme me Jezusin. Prandaj, zgjidh jetën. Zgjidh Jezusin. Bashkoje shpirtin tënd me ta. Dhe që tani është qielli në ty. Që tani, kur ti merr Jezusin si Zot dhe shpëtimtar, qielli është brenda teje. Lavdi Zotit. Dhe unë dua të them, e di çfarë? Kur Jezus Krishtit ju shpua brinja dhe doli gjak dhe ujë. Nga brinja Zoti nxori Evën nga Adami, gruan e vet. Dhe po nga brinja e Jezusit, fjala thot që Zoti nxori lindi kishën e Perëndis. Pra lindi kishën, falni pak se si. Ky TikToku, një sekond. Pra të dashur, Jezus Krishti lindi kishën nga brinja e tij. Si Adamit ju mor brinja dhe nxori Evën, bashkëshorten e tij. Dhe nga Eva u mbush gjithë bota. Dhe Zoti nga brinja e tij lindi kishën. Dhe fjala thot që kisha, koka e kishës është Krishti. Koka e kishës është Jezus Krishti, sepse ai është i gjallë.
dhe kisha është e gjallë. Duhet jetë e gjallë, duhet jetë plot me shpirtin e Perëndis. Duhet jetë plot nën autoritetin e Zotit Jezus. Çdo kish që del nga autoriteti i Zotit Jezus, atëherë do të thotë që është një nuse rebele. Okej? Një nuse rebele. Kurse ajo nuse, ajo kish që qëndron nën autoritetin e Zotit, është nusja që i pëlqen Zotit. Dhe Zoti do që kisha të rritet. Zoti do që kisha të shumë fishohet. Zoti do që të gjithë të keni një kish. Dhe nëse është kisha online, Jezus Krishti është Zot dhe shpëtimtari jot. Jezus Krishti është Zoti i gjithë shqipfolsve. Dhe nëse kjo kish është, atëherë qëndro besnik. Qëndroni besnik në kisha. Qëndroni, sepse ashtu si Eva mbushi botën, edhe ne duhet të mbushim botën me fjalën e Perëndis, por ne kemi nevojë të qëndrojmë bashkë me njëri tjetrin si një nuse e mirë besnike nën autoritetin e Jezus Krishtit. Haleluja! Pra të dashur, edhe njërë dua të them që Jezus Krishti e mundi vdekjen. Ai është i gjallë, ai ron dhe ai ka çelësat e gjithë shkaje. Jezus Krishti është ai që bledhi jetën tënde, pagoi jetën tënde me gjakun tënd, me gjakun e tij, që gjaku jot të lahet, të pastrohet dhe të jesh i pa mëkat. Pse gjaku jot? Sepse fjala thot që në gjakun është jeta. Dhe zakonisht ne lindim në mëkat, sepse djali im më bëri një pyetje sot dhe më tha, nëse një njeri që nga lindja nuk mëkaton asnjëherë, a është ai i shpëtuar? A ka i arsye për të thënë jam i pa mëkat? Unë dua të them sot atë përgjigje që i thash djalit tim, asnjë njeri nuk mund të thotë që ne jemi të pa mëkat, sepse ne lindim me një gjak familjar. Pra, ne sjellim në gjakun ton mallkimet e trashëguara. Okej? Pra asnjë rac njerëzore, asnjë njeri nuk mund të mburret dhe të thotë nuk kam mëkatuar asnjëherë, sepse në gjakun tënd, gjaku jot vërteton të kundërtën, sepse ti ke mëkatuar, sepse kanë mëkatuar para arsit tënd. Pra ne jemi mbartës të mëkatit, ne lindim mbartës të mëkatit. Prandaj dhe kemi nevojë për një shpëtimtar që të laj gjakun ton në gjakun e tij, që në ne të mos ketë asnjë mëkat. Asnjë mëkat. Në Krishtin Jezus jemi të falur. Në Krishtin Jezus jemi bi. Në Krishtin Jezus jemi të shëruar. Në Krishtin Jezus ne jemi mbartës të shpirtit të tij. Në Krishtin Jezus ne kemi jetën e përjetshme. Në Krishtin Jezus ne e kalojmë përjetësin me Perëndin. Haleluja! Dhe që këtu në këtë tokë, qielli jeton në ne dhe ne jemi mbartës të Zotit. Zoti jeton në ne, shpirti i tij jeton në ne. Ringjallja e Zotit na ka dhënë të drejtën të bëhemi tempulli i Perëndis. Ringjallja e Zotit na ka dhënë autoritet të sundojmë në botën shpirtërore. Pse? Për hir të emrit Jezus. Për hir të emrit Jezus. Sepse ai na ka bërë bi dhe trashëgimtar. Dhe ai tha, unë t'i jap çelësat e qiellit dhe të tokës. Ato çelësa që Zoti i mori, ai nuk i mban për vete, ai nuk i fsheu edhe tha e kam unë, vetëm unë. Por tha të gjithë ju që besoni në emrin tim. Të gjithë. Thuaj njerë unë. Zoti tha të gjithë ju që besoni në emrin tim. Atëherë thuaj unë, e ka fjalën për mua, sepse unë besoj në emrin e tij. Do të dëboni demonët, do të shëroni të sëmurët, do të çlironi ata që janë në pranga, do të çoni në shpëtim popullin e humbur. Dhe ai tha, unë jam me ju deri në fund të botës. E ka fjalën për ty. E ka fjalën për ty. Zoti thot, unë jam me ty. Dhe ti nuk je vetëm. Zoti
është me ty. Prandaj, ti ke shumë arsye për të thënë faleminderit Zot. Në radhë të parë, faleminderit për shpëtimin. Faleminderit për kryqin. Faleminderit për jetën e përjetshme. Faleminderit që je ndihmësi im, shëruesi im, çliruesi im, bekuesi im. Por mbi të gjitha, faleminderit që je Zoti im. Zoti im. Haleluja. Faleminderit Zot për të gjitha zemrat Zot që janë sot live. Faleminderit për çdo njërin prej jush. Dhe nëse ka akoma një shpirt dyshimi, nëse ka akoma një shpirt që kërkon të mbaj larg Krishtit, në emrin e Jezus Krishtit, çdo gjë që të ndalon të lexosh Biblën, çdo gjë që të ndalon të afrohesh me Zotin, çdo gjë që të ndalon të kesh një marrëdhënie me Perëndin, në emrin e Jezus Krishtit, unë i thyej të gjitha fortesat në mendjen tënde dhe i urdhëroj të bien tani, në emrin e Jezusit. Dhe lutem sot për hapjen e mendjes tënde. Lutem sot në emrin e Jezus Krishtit për shkrirjen e ngushtësisë së zemrës tënde. Unë lutem sot në emrin e Jezusit që ti të kuptosh që Jezus Krishti është Zot. Ai është i gjallë dhe që nuk ka një emër tjetër që ju është dhënë njerëzimit me të cilin të mund të shpëtohen. Vetëm Jezus Krishti është i vetmi emër që i është dhënë njerëzimit për të pasur jetën e përjetshme. Vetëm emri Jezus Krisht mund të jap jetën e përjetshme. Dhe unë lutem sot që kjo njohuri, kjo zbulesë të marrë vend në zemrën tënde. Dhe çdo gjë tjetër që të mban peng të largohet në emrin e Jezusit. Në emrin e Jezusit. Unë lutem për shpëtimin e fëmijëve tanë. Çdo gjë që i mban ata peng, çdo gjë që ja u mban këtë njohuri peng, çdo gjë që ju bllokon mendjet, çdo gjë që ju forcon zemrën, në emrin e Jezus Krishtit, i urdhëroj të largohen tani. Dhe lutem për hapjen e mendjes dhe që Krishti Jezus të jetë Zot në mendjet e tyre, të jetë Zot në zemrat e tyre, të jetë Zot në çdo qelizë të trupit të tyre. Në emrin e Jezusit. Dhe asnjë gënjeshtër e Satanit të mos ketë me autoritet. Asnjë manipulim i Satanit mos të ketë me asnjë fuqi në emrin e Jezusit. Por të demaskohen dhe të lënë territoret tona në emrin e Jezusit. Në emrin e Jezusit. Unë lutem për martesat në emrin e Jezus Krishtit. Çdo martesë që nuk e ka Jezusin në mes, çdo martesë ku Satani është futur me konfuzione, me tradhti, me sëmundje, me frymën e sherrit, të konfuzionit, të përçarjes, në emrin e Jezus Krishtit Nazaretas. Çdo gjë në martesat tona që nuk e ka emrin Jezus, e urdhëroj të largohet tani. Në emrin e Jezusit. Dhe unë deklaroj sot, në emrin e Jezusit, deklaroj Krishtin të gjallë në mesin e martesave tona. E deklaroj Krishtin të gjallë, duke bashkuar martesat dhe duke larguar çdo gjë që i ligu ka futur në mesin e martesave. Në emrin e Jezusit. Dhe ashtu si fjala thot, atë që Zoti e ka bashkuar. Kur janë dy hekura, duhet zjarr, motra ime, duhet zjarr. Duhet zjarr që dy hekura të saltohen
e mos ndajnë më. Dhe unë deklaroj sot zjarr Krishtin në mesin e martesave. Deklaroj zjarrin hyjnor për saldimin me njëri tjetrin në martesat tona. Zoti thot që ju do të bashkoheni dhe do të bëheni një mish i vetëm. Dhe çdo gjë që i ligu ka futur në mesin ton për çdo qëllim që e ka futur, sot unë deklaroj zjarrin e Perëndis për të bashkuar dhe për të bërë një mish i vetëm. Në emrin e Jezusit. Dhe deklaroj që një litar tresh me Jezusin në mes nuk do të këputet kur. Dhe jo vetëm që nuk do të këputet, por do të jetë si një fuqi që mbajnë ngjitur njëri tjetrin, si magnetat që mbajnë dhe plotësojnë njëri tjetrin në emrin e Jezusit. Në emrin e Jezusit. Unë shpall mbrojtje qiellore sot për martesat tona. Unë shpall zjarrin e Krishtit në mesin tonë në emrin e Jezusit. Shpall qëllimet e Perëndis të jenë qëllimet e martesave tona. Vullneti i Perëndis të jetë themeli martesave tona në emrin e Jezusit. Dhe çdo gjë që ka prekur shëndetet, çdo gjë që ka sjell ftoje në krevatin martesor, çdo gjë që ka vjedhur në mënyra të ndryshme krevatin martesor, në emrin e Jezus Krishtit unë deklaroj sot zjarrin hyjnor. Në emrin e Jezusit unë deklaroj zjarrin e Krishtit dhe rifreskim i martesës, rifreskim i marrëdhënies në martes, rifreskim i dashurisë, rifreskim i trupave në emrin e Jezus Krishtit. Dhe çdo gjë që i ligu ka sjell, ka futur në martesa. Që burri të jetë larg, gruaja larg, në emrin e Jezusit unë deklaroj sot tërheqje dhe afrim me njëri tjetrin. Shkurtimin e çdo kohe apo vendi që ndan në emrin e Jezus Krishtit dhe deklaroj bashkim të martesave. Territoret dhe koha nuk do të ketë më fuqi. Deklaroj lavdin e Zotit, zjarrin e Zotit dhe çifte të bashkuara në emrin e Jezusit. Në emrin e Jezusit. Dhe asnjë shpirt ndarje dhe divorci nuk do të ketë sukses. Në emrin e Jezusit. Faleminderit Jezus. Haleluja. Haleluja. Faleminderit Jezus. Faleminderit. Danke Jezus. Danke Jezus. Danke Jezus. Haleluja. Zot faleminderit për votimet. Ne sot jemi në agjërim 24 orësh, nga ora 10 deri në orën 10 të ditës tjetër, ose ku ti e fillove, nëse ti e dëgjon tani, bashkohu tani dhe filloje tani dhe deri nesër në darkë në këtë orë, 24 orë. Vetëm me ujë pa ngrënë. Dhe ne agjërojmë për votimet. Ndoshta thoni juve, çfarë na duhet ne që duam Zotin të merremi me politikë? Të dashur motra dhe vëllezër, dua t'ju bëj një thirrje. Votoni. Mos e lini votën tuaj të shkoj kot. Dhe mos u korruptoni. Kjo është arsyeja që ne lutemi të mos korruptoheni. Mos e jepni votën sepse ju korruptoheni me një dhuratë që merrni apo me një gënjeshtër që besoni.
Shkoni në thellësitë e zemrave tuaja. Nëse ju prisni nga ne që t'ju themi që të them voto këtë, voto atë, unë nuk mund të them këtë. Sepse votimi është një gjë e lirë. Dhe prandaj, ajo që unë dua të them është, mos e lër votën tënde pa dhënë. Shko në thellësinë e zemrës dhe pyet e zemrën tënde, për kë duhet të votosh? Voto këtë herë me vetdije të plot, me ndërgjegje të plot, që ndërgjegja jote nesër të mos të padis. Këtë herë, ndryshe nga çdo herë tjetër, voto duke pyetur zemrën tënde, kë duhet të votosh? Dhe mos u korruptoni. E para, e dyta, mos rri pa votuar. Të gjithë ne jemi të thirrur të japim votën tonë. Shumë shqiptarë mendojnë se po mos votojnë është më mirë, sepse kështu të bëhet çat bëhet. Kjo është një mendim satanik, nuk është nga Zoti. Nëse ti nuk voton, atëherë do të fitoj më i keqi që ti as e imagjinon. Dhe ti je përgjegjës sepse nuk e dhën votën tënde. Prandaj, dua të them, të gjithë ne, të gjithë pa diskutim, e kemi për detyrë të shkojmë të votojmë. Mos e lini votën tuaj. Ndryshe nga çdo herë tjetër, këtë herë ti do të shkosh të votosh. Stalini kishte një parull dhe thoshte, leri të votojnë se i numërojmë ne. Në fund fitonte gjithmonë Stalini se ai numëronte votat. Stalini kështu thoshte, lere popullin të votoj, se për të numëruar i numërojmë ne. Dhe diskutohet gjithmonë Stalini votonte, fitonte, se i numëronte ai. E me gjithata, unë ju ftoj të lutemi që të ndryshohet ligji. Që votat si në Gjermani. Në Gjermani votat numërohen aty ku votohet. Votat nuk ikin në Berlin për të numëruar. Votat numërohen në qendrën ku është votuar. Kështu i numëron çdo vend në botë. Vetëm në Shqipëri i numërojnë në Tiranë, i çojnë deri në Tiranë për t'i numëruar. Le të lutemi që ky ligj të ndryshohet në emrin e Jezusit. Dhe votat të numërohen aty ku votohet, si në çdo vend të botës, ku janë gjithë dëshmitarë. Dhe le të lutemi për vendin tonë. Le të lutemi që këto votime të jenë të drejta, të jenë të sinqerta, dhe që numërimi të bëhet aty ku votohet. Dhe aty ku votohet janë dëshmitar nga gjitha partitë, do me thënë, që marrin pjesë, dhe çdo gjë është e hapur. Pra, le të lutemi. Zot, faleminderit për Shqipërinë, faleminderit për vendin ton, Zot, dhe sot ne agjerojmë 24 orë, Zot, duke ndërhyrë për vendin ton. Të lutemi Zot i shenjtë, dhe ne e dim o Zot që ti je një Zot besnik, ne e dim o Zot që kësaj radhe gjithë shqiptarëve ti do t'ja u vësh në zemër të vend të votojnë. Të gjithë do të zgjedhin atë që ti do t'ja u vësh në zemër, Zoti im i shenjtë. Faleminderit që ti je një Zot besnik dhe ti e do popullin ton dhe ti kur nuk e hequr dorë o Perëndi. Dhe asnjëherë nuk do të heqësh. Dhe faleminderit Zot që do të ndryshohet ligji dhe votat do të numërohen atje ku votohet. Faleminderit Perëndi sepse ne besojmë që ti do të ndërhysh dhe do të sjellësh Zot atë që ti do Perëndi në vendin ton. Ne duam vullnetin tënd o Zot në vendin ton. Ne duam vetëm vullnetin tënd Perëndi, dhe që asnjë plan i të ligut mos të ketë sukses.
në emrin e Jezusit. Ne kërkojmë Zot të na falen mëkatet, sepse Zoti thot që Zot i jepet një vend, i jepet drejtues ata siç e meriton populli. Pra nga mëkatet e popullit ju jepet edhe qeveria. Dhe ne lutemi sot për faljen e mëkatit. Në emrin e Jezus Krishtit, ne lutemi që t'i falen mëkatet popullit ton dhe që të na jepet qeveria që Zoti do. Okay? Ne nuk gjykojmë asnjë, ne nuk japim asnjë, të themi voto këtë, voto atë, ne themi votoni, shkoni, votoni. Dhe pyeteni zemrën tuaj, këtë votoj. Voto kësaj radhe duke i gjykuar gjërat. Këtë herë mos u korrupto. Këtë herë mos bëj kompromis. Këtë herë voto për Shqipërinë. Voto për Shqipërinë, jo për njerëzit. Voto për Shqipërinë. Pra shikoj të gjithë edhe shiko kush është mirë për Shqipërinë. Okay? Amen. Pra, ne agjerojmë sot 24 orë, të hanën që vjen 24 orë, dhe ditën që janë dhe javën që janë votimet, ne agjerojmë çdo ditë nga ora 9 deri në orën 3 mbasdite, pra 7 ditë për 7 orë, pa ngrënë dhe pa pirë. Ne duam të mbështesim vendin ton. Dhe ne duam të jemi ata ndërhyrësit që të bëhet vullneti i Zotit në vendin ton. Amen. Lavdi Zotit. Amen, Natasha. Gjithë se cili le të gjykoj edhe le të shkoj në zemrën e vetë dhe le të votoj për Shqipërinë. Okay? Për atë që ti e shikon që është e drejt që të jetë drejtues i qeverisë shqiptare. Amen. Lavdia i qoftë Zotit. Të gjithë ne jemi përgjegjës dhe të gjithë duhet të votojmë. Amen. Lavdi Zotit. Kisha dhe diçka për thënë faktikisht, po se çfarë tani më doli nga mendja. Ja, dua t'ju përshëndes nga Leonora. Unë isha dje tek Leonora, moment më mbaroi bateria. Më falni pak markarikusin se mbaroi. Atëherë, shumë të fala nga Leonora, kemi kaluar një mbasdite të mrekullueshme, edhe e di çfarë, sa jam mrekulluar nga dëshmitë që dëgjova, se si unë i kisha thënë burrit të Leonorës, i kisha profetizuar që Zoti do t'i heqi veglat e rënda dhe do t'i jap shumë vegla të lehta dhe thash që do të japi vegla të lehta dhe do të kesh kënaqësi ta bësh, më duket për kuzhinë kisha thënë, edhe burri i saj më tha, lopatën ma hoqi Zoti, tani më ka thënë sa lopatë ka të vogla, sepse punonte kuzhinier në kuzhinë, edhe kishte mësuar kuzhinën, edhe tha, gjithmonë e them këtë, wow, më profetizoi Alketa dhe unë thash atëre, ça do heq unë lopatën ndërtim jam, edhe tani çdo ditë e them, wow, profecia e realizuar, që unë nuk e kisha në mend fare, kam lopatat vogla tani, kam ato që trazoj gjellën, që ndroj sallatën, lavdia i qoftë Zotit. Vajzës e Leonorës i kisha thënë para 3 vitesh, i kisha profetizuar dhe i kisha thënë që në vitin e 3, pas 3 vitesh, do të jetë një ndryshim radikal i jetës tënde. Dhe, e dini çfarë? Tamam, tha ajo ditën që bëra 3 vjet
plot që kisha marrë profecin, i kishte ardhur që kishte ikur në Gjermani dhe ajo jetonte tani në Gjermani dhe tha asnjëherë nuk e kisha çuar në mend që të kisha një ndryshim radikal të jetës time, komplet ndryshe nga që kisha menduar, pra Zoti i kishte bërë realitet këto profeci. Edhe të njëjtën gjë i kisha thënë djalit të tyre, që në një kohë rekord, domethënë i kisha thënë për 6 muajsha, nuk e di se sa i kisha thënë, do të marrësh çelësat e makinës tënde dhe ajo tha, blevi makinën tamam në atë kohë. Dhe vërtet jam kaq e surprizuar dhe kam kaluar kaq shumë bukur faktikisht, por edhe kaq e surprizuar nga Zoti, që Zoti i bën gjithçka që ai premton. Gjithçka. Dhe gjithashtu unë dua t'ju them që sa mrekulli Zoti bën. Mbron kur unë e lash ika nga Leonora, sepse unë kisha marrë një hotel që ishte pak larg Leonorës, edhe nuk mund të rria gjatë, sepse errej dhe rruga ishte atje shumë me kthesa edhe pyll. Nëse Zoti lavdia i qof Zotit, ne u kthyem mirë tek hoteli. Sa po arritëm tek hoteli, makina ime, ajo ku si quhet ajo që lëviz me dorë dhe e fut me këmbë marshin, po pastaj lëviz atë, se çfarë është ajo që është këtu? Si quhet ajo? Se çfarë quhet ajo që e ke kështu anash edhe e ngjesh këmbën këtu me marshe dhe fut atë marshi. Nuk merrte më marshet, absolutisht jo. Provova nga gjitha anët, nuk merrte marsh. Dhe po më çovi deri tek hoteli. Edhe thash, wow, po tani çfarë do bëj? Edhe telefonova Julianin, sepse këtë problem e kam pasur edhe një herë dhe makina nuk funksionoi më, jo frenat, friksioni. Nuk funksiononte më, edhe ka ardhur ajo e ADC-s, ajo siguracioni qarë që erdhi më mori dhe vajti makina 3.500 euro dhe që e bëra, do me thanë, sa e kisha bërë, një vit kisha, edhe nuk funksionon të ma. E vetë mja që mendim që mendova, qa do bëj tani këtu ku jam? Edhe telefonova burin tim, edhe ai më thot mua, nuk e di tani qa do bësh, nuk e di, shikoj vetë, ja do shikojmë nesër, shikojmë. Edhe djali im që lavdia i qof Zotit për besimin e ti, më thot mua, mami, e di çfarë? Pa nuk tham neve që Zoti jon bën mrekullit. Ne nuk do ta prishim Terezin fare. Qetësau një, ne do ikim të ja futim një gjumi të mirë e të bukur. Kur çojmë nesër, ne do vim të ndezim makinën. Dhe Zoti, sepse më surprizovi dhe atë ditë, Zoti me diçka që nuk dua ta them, edhe nesër do na surprizoj. Kështu që do shkojmë të flem dhe nuk do bëjmë asnjë mendim përveç se do themi faleminderit Zot që ti na ruan e do na çosh mirë në shtëpi, sepse ne kishim në mend të bënim një 2-3 xhiro nëpër Gjermani me djalin tim. Kështu që shkuam në hotel dhe me të vërtet kur vajta unë në hotel ishte ora 10 edhe ishte shumë vonë për të dalë live, prandaj nuk dola. Edhe thash, atëherë do ja fusim një gjumi. Kur u ngritëm në mëngjes, shkova dhe thjesht i kam vënduar dhe thash, Zot, ti do ta bësh mrekullin. Edhe djalim tha, mos dysho fare se Zoti do të na çojë. Të dashur, hypa në makinë, e ndeza makinën dhe 4 orë nuk ndalova në asnjë vend, erdha në shtëpi dhe më solli makina deri në shtëpi. Sa e solla në shtëpi nuk ndizet më. Nuk ndizet më, nuk funksionon më, por aman më solli deri në shtëpi. Edhe edini kam gjithë mbas ditën që them lavdia i qof Zotit, lavdia i qof Zotit, lavdia i qof Zotit, që nuk e ka problem të bëj mrekullin e radhës. Dhe Zoti nuk e ka problem të bëj mrekullin e radhës në ty. Nuk e ka problem. Dhe edini çfarë? Thua ti, po pse e lejovi? Po nuk e di unë pse e lejovi. Dikte që unë do marrë një makinë të re tani. Dhe këtë makinë kisha 13 vjet, 14 vjet me këtë makinë, ka 4.900
400.000, si i thonë, kilometra, pra gati 5.000 kilometra që i ka bërë, dhe e ka mbushur 500.000 kilometra, si i thonë, se tani do marrë një makinë tjetër, dhe do më thënë i kishte shkuar Rafati nga gjitha anët, e kishte bërë, ishte tamam për pension, do më thënë, e me gjitha të, Zoti e bëri mrekullin dhe na solli në shtëpi, pa atë në friksionin, pa atë në, si i thonë, ai kuplum që nuk funksionon të fare, Zoti e bëri mrekullin dhe gjatë gjithë mbasdites them, Zot, si mund të dyshoj tek Zot? Si mund të dyshosh tek Zoti jon? Si mund të dyshosh që çdo gjë ai e bën të mundur? Ai është prezent, ai është i gjallë, ai është real. Është real, Zoti jon është real. Dhe unë dua të them që Zoti jon është real. Ai është i gjallë, motra ime, ai është i gjallë vlla im, dhe ai mundet të bëj mrekullinë e radhës. Ai mundet ta bëj mrekullinë e radhës në jetën tënde. Ai mundet ta bëj mrekullinë e radhës sepse është specialiteti i tij të bëj mrekulli. E dini të tregoj diçka tjetër. Dje ishte Pashkët. Edhe në hotelet ku ne vajtëm bënin dhurata njëri tjetrit, edhe unë dhe Davidi asnjë dhuratë. Edhe i thash Davidit, e di sa mirë do ishte që sot Zoti të na bënte një dhuratë. Edhe thash, sikur të gjej ndonjë gjë në rrugë, e lej ndonjë njeri, ndonjë gjë që më duhet mua. Edhe Davidi tha, o ma, ne raqe kemi plot, nuk duam asgjë. Mirë do ishte të na dhurojnë ndonjë lek sot. Do ti që Zoti e bëri bekime dhe na dhuruan lek. Edhe i thash Davidit, po ti ke frymën e profecisë, mor David, po e theti nga goja, ashtu do bëhet. Dhe ashtu u bë vërtet. Pra, Zoti jon nuk e ka problem për asnjë gjë. Kur ai ka çelësat e jetës dhe të vdekjes, atëherë çdo gjë ai mundet të ta jap. Çdo gjë. Çdo gjë. Beso që ke një Zot të gjithëpushtetshëm. Beso që ke një Zot që e mundi vdekjen. Beso që Zoti jot është i gjallë, nuk është në asnjë varr, nuk është i vdekur në asnjë vend, nuk është i varrosur dhe ti të vesh ti çosh një tuf lule, nuk është i varrosur dhe ti të vesh tek varri ta kujtosh. Jo, motra ime, jo. Unë dua të them, Zoti jot është i gjallë. Është i gjallë. Ashtu si më solli mua sot nga 400 ca kilometra ku ishte Leonora, 4 orë rrugë, dhe në mal, e dini që i thonë në mal, edhe më solli që e bëri mrekullinë e tij, Zoti nuk e ka problem të bëj asnjë mrekulli. Nuk e bllokon dot asnjë atë, asgjë nuk e ndalon atë. Dhe Zoti e ka gati mrekullinë tënde. Zoti e ka gati të ta japë mrekullinë tënde. Ai e ka gati, thjesht thuaj Zot, unë e marr mrekullin time. Unë të besoj ty Zot, unë e marr mrekullin time. Unë e marr mrekullin time, sepse për ty Zotin s'ka asgjë të pamundur. Dhe unë lutem sot për besim në zemrën tënde. Unë lutem sot që fuqia e besimit të rritet në zemrën tënde. Unë lutem sot që çdo mendim që është më i madh se besimi në Krishtin Jezus të hesht dhe largohet në emrin e Jezusit. Unë lutem sot që mendja jote, zemra jote të mbushen me besim në Krishtin Jezus, në Zotin e ringjallur që s'ka asnjë gjë të pamundur. Në emrin e Jezusit deklaroj që fuqia e të pamundshmes të mbushi zemrën tënde, mendjen tënde, dhe ti marrësh gjërat, dhe ti kesh real në jetën tënde. Edhe një gjë që Zoti më ka udhëhequr këto ditë. Mos lufto shumë me Satanin, sepse nuk ja vlen të merresh me të. Kur Satani vjen edhe të provokon, mos harxo shumë energji për të luftuar me të. E dini pse? Sepse ai është i mundur. Sepse ai është i mundur. Në vend që të luftosh me Satanin, ngri lart Zotin, adhuro Zotin, falendero Zotin, dhe Satani do iki pa luftë fare. Pa luftë
fare do të ikë. Pa luft fare. Pa luft fare. Edhe njërë dua të them. Kur ne fokusohemi shumë për të luftuar me Satanin, dhe ne themi pash një ndër kështu, e lidh, e bëj. Okej, në momente të veçanta, kur ti e shikon që vërtet është, por më kryesorja është, të thua shporu Satanase, nuk e pranoj fare, sepse Zoti është me mua, Zoti është në anën time, Zoti lufton për mua, Zoti im ta ka shtypur kokën, Zoti im është fitimtari, Zoti im është i fuqishmi, Zoti im e ka pushtetin dhe autoritetin. Ti s'ke asgjë prandaj smerre me ty. Unë jap lavdi Zotit. Amen. Dhe Satani do të ikë vetë. Ai nuk mund të qëndroj atje ku adhurohet Zoti, atje ku falenderohet Zoti, atje ku ti e di që Zoti Jezus është i fuqishmi i universit. Amen, i universeve. Amen. Dhe në emrin e Jezus Krishtit, unë e bekoj këtë natë. Unë e bekoj këtë gjumë. Unë e bekoj me paqen e Perëndis, me gëzimin e Perëndis. E bekoj zemrat tuaja të qetësohen. Unë i them zemrës tënde, qetëso. Pavarësisht se çfarë ke dëgjuar, pavarësisht çfarë ke në mendjen tënde sot që ta prishte rezin, unë i them zemrës tënde, qetëso në emrin e Jezusit. Qetëso në emrin e Jezusit. Qetëso në emrin e Jezusit. Unë i them zemrës tënde, paqe. Në emrin e Jezus Krishtit, paqe. Në paqe shtriuni, në paqe flini. Sepse Zoti nuk fle. Ai ju mban në siguri. Ju flini në dorën e Zotit. Paqja e tij në mendjet tuaj, në zemrën tuaj dhe në trupin tuaj. Paqja qiellore në ju. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Paqja. Le të bjerë tani çdo rëndes prej teje, le të bjerë tani poshteje. Çdo merak, çdo dyshim, çdo barr, le të bjerë tani. E unë i them mendjes tënde paqe, qetëso në Zotin. Qetëso në Zotin. Çdo gjë është mirë. Çdo gjë është mirë, sepse Zoti është i mirë. Zoti është i mirë. Edhe çdo gjë është mirë. Çdo gjë është shumë mirë. Paqja e Zotit në ju. Kushdo që është, që ka një merak për dikë që është smur, dua të them, qetësoje zemrën tënde. Qetësoje. Zoti do të kujdeset për gjithçka. Zoti do të kujdeset për gjithçka në familjen tënde.
kudo që je ti, kudo që ti je. Zoti do kujdeset për gjithçka ku ti je. Tereze, qetësoje zemrën. Qetësoje zemrën. Mos ki merak as për vlezrit, as për nënën tënde, as për ata që janë në spital, sepse sot Zoti merr në kontroll gjithçka. Gjithçka. Besoja ati. Besoja meraket e tua. Besoja meraket e tua Zotit. Dhe qetësoje zemrën tënde tani. Qetësoje. Mbylli syt dhe fli me paqen e Perëndis. Dhe dje, ti ke kaq shumë vlerë. Zoti nuk do të lejoj që i ligu të prek. As një sulm i pa pritur dhe as një britmë nuk do të dëgjohet në shtëpinë tënde. Asgjë e papritur, sepse Zoti do të mbroj në gjithçka. Gjithçka. Jetën tënde, familjarët e tu, gjithçka që ti e do, është tepër e rëndësishme për Zotin. Prandaj qetësoje zemrën tënde. Qetëso edhe fli në paqen e Zotit. Ai është i gjallë. Ai është i gjallë. Edhe kur ne flem dhe jemi të pavetëdijshëm, ai është i gjallë. Ai do të ruaj ty, sepse ai rron dhe është i gjallë. Natën